policisë është i vënshëm, se në qoftë se policia po informohet prej psikologut ose mësimdhënësit e tjerë që kanë vrejtë që një fëmijë ose një individ po shfaq sjellje të cilat nuk po konsiderohen të përshtatshme në raport me ambientin ku po qëndron, atëherë njoftohet policia. Mirë po ka shumë raste që ata personat të cilat e kryejnë aktin suicidal nuk janë as në trajtim të psikologu, as nuk ka njëap ndaj sjellje e cila ka qenë shumë alarmuese tek mësimdhënësit ose edhe te familja, se e diskutuam edhe pak më herët që ato situata mundën me ndodhë, domethënë vetvrasja mundet me ndodhë edhe në formë shumë impulsive për shkak të stresit akut i cili është tepër momental, po nuk gjen individi zgjidhje tjetër edhe vendos me ardh deri tek akti suicidal. Domethënë është një zinxhir i cili është mirë me u hulumtu, kroni përmendi pak edhe prej pjesës traumave, edhe normalisht që traumat fëmijëri, traumat në vazhdimsi gjatë rritjes, neglizhenca, abuzimet me substanca, edhe përndrekja e trendeve botërore, çaj presioni social tu krahasu me yjet botror. Sigurisht që i ka sjell krejt çto të lashë. Na kemi pas jo para shumë kohe